kanë thirrur njerëz, me sa di, unë nuk e di eksaktësisht çfarë do ndodhi sot, por çfarë kam dëgjuar nga media që ka dhe ai një takim me njerëz. U bë një lajm i përmasave të çuditshme, një grup demokratësh i mblidhen në një kafe për diskutuar dhe s'ka asgjë të keqe përkundrazi, vetëm mirë mund t'i vi Partisë Demokratike nga debatet në këtë moment. Partia Demokratike duhet kuptojë që është në një moment ekzistencial të saj. Partia Demokratike është pa diskutim forca më e madhe opozitare në vend. Resurset e saj janë pa diskutim resurset më të mëdha, potenciali njerëzor më i madh opozitar në vend. Por Partia Demokratike do duhet të hap mendjen për të pranuar dhe çdo kënd i cili nuk e mendon eksaktësisht ashtu si ajo e mendon. Dhe Partia Demokratike duhet shpëtojë nga ky mentaliteti që ka për t'i treguar gishtin njëri tjetrit. E kemi vuajtur boll këtë stërzjatje të një lufte të brendshme, ku më së shumti jemi dëmtuar nga fakti se kushdo që ka menduar ndryshe është etiketuar si tradhtar apo i shitur. Në fakt askush nuk është as tradhtar as i shitur. Janë njerëz që duan të mirën e Partisë Demokratike, duan të mblidhen, duan të flasin. Partia Demokratike ka të vonuar, është shumë e mirë. Dje unë kam parë zotin Berisha në DG9 që filloi takimet e tij me bazën e Partisë Demokratike. Është jashtëzakonisht e mirë dhe e mirëpritur. Në mendimin tim pak e vonuar, do të nisur më shpejt kjo lëvizje. Por demokratët kanë nevojë të flasin, demokratët kanë nevojë të kuptojnë çfarë po ndodh me Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike si lokomotiva e opozitës ka detyrimin që t'i flasi jo vetëm demokratëve, por t'i flasi dhe shoqërisë, t'i flasi të rizgjojë dhe njëherë për sa mundet shpresën në këtë vend, që po opozita është sërish alternativa që do duhet shqiptarët të kenë shpresë për t'u mbështetur tek ajo si lokomotiva që i çon drejt ndryshimit politik në këtë vend. Dhe Partia Demokratike nuk i vjen asgjë e keqe nga debati. Partia Demokratike nuk është e askujt, është e shumë kujt. Nuk mund të ketë askush ekskluzivitetin për të thënë që e vendos unë apo jam vetëm unë. Janë të gjithë, janë shumë në Partinë Demokratike. Ka shumë flukse. Është domosdoshme Partia Demokratike të bëjë bashkim real. Unë e kam thënë dhe herë të tjera dhe në këtë studio me ju dhe në studio të tjera. Partia Demokratike nuk e ka bërë bashkimin real, pavarësisht përpjekjeve që ndodhen dhe në 11 maj për të bashkuar. Ka shumë probleme Partia Demokratike do duhet i flasi. Primaret, për shembull, që u zhvilluan ishte një ndër shembujt më të qartë se si bashkimi real nuk ishte ndodhur. Se si temperatura e brendshme demokratëve ishte goxha e acaruar dhe nuk e lejonte këtë bashkim real. Partia Demokratike ka domosdoshmëri, jo vetëm bashkimin e përçarjes së fundit që ka ndodhur këto vite, po mundësisht ndryshimi i një mentaliteti për të mos qenë më askush i përjashtuar nga kjo forcë politike. Kjo forcë politike sigurisht ka drejtues të saj dhe kryetar të saj zotin Berisha, i cili është absolutisht faktori më i rëndësishëm opozitar në vend, me më shumë mbështetje, por faktet treguan që opozita ka nevojë për një ristrukturim ndryshe dhe një bashkim ndryshe. Në 11 maj, shifrat treguan që PD-ja nuk mundi dot të shkonte vetëm drejt fitores. Organizimi në parti të tjera të vogla tregoi, të reja, s'po i them të vogla, po të reja tregoi që PD-ja nuk mundi dot të mbante të gjitha flukset opozitare bashkë. Kështu që në këtë situatë PD-ja e ka emergjente të flasi me veten, të diskutojë, të zgjidhë problematikat e brendshme që i ka shumë dhe nga pamje organizative, po dhe mbi të gjitha nga një mentalitet ndryshe që do duhet t'i ofrojë shoqërisë dhe të fillojë të flasë shoqërisë, fillojë të hapet për tej vetes. E rithem, Sali Berisha është faktori më i rëndësishëm opozitar në vend. Partia Demokratike pa diskutim, por nuk mjaftoi vetëm kjo për të ardhur në pushtet në 11